ura komunikimi. Mirë po, çka është interesant, këta 20 e din, nuk besoj. Që para një 30-40 dite, 50, në është rastisht më rasti si ta kem CD-n e WNC-s që Trakla ma ka dhuru kër ka qenë emision, po që mujtë nësët me gjithë, me ta përru këto. Kam dikon shpe, po. Po dhoni e të folë për albumin e parë, vitin 2000 atje. Ati me gjiklën e me ata, ndjes post. Ati ke qenë tonë më ndaj në studio mas një kohë, po ma ke silë që to se më pëlqejke. Në më dhënë, është Trakla me shok, kanë qenë një prej grupeve të para rap në Kosovë. Këni qenë ju arit mi rrugës ma eret, nuk e di veç. Që aty, një periud kohore e kemi pas. Kështu që nga kjo periudi një këta njerës. Kemi mi qasi prej asaj kohë. Takimet e para në studio. Ti moderator, në artista, këngëtar. Edhe të kundërtën, kemi bëda të urat, ka rrugë. Radio Helix, adem që kemi pasat emisionin. Po, të Radio Dukazhini. Qashtu, i dikur shumë i famë shumë. Në Helix edhe qashtu. Para lutës kam marrë pjesën në Zambak Prizrenit 93, 94, 96. Në akordet e Kosovës do përpjekje që u bëjshin 95 dhe 96. Në periud shumë e vështirë. Shumë. Ku je konë të jetu në atë kohë? Mitrovic. Mitrovic. Teri mas lutën Mitrovic, pas taj pak në Prizren edhe qenë Prishtinë. A ke qenë pjesën veriore? Veriore, absolutisht. Tash po shkojmë, valla. Po shkojmë shpesh, në po knasna, sepse ndjehem më mirë. Kam diçka, po është e djegur krejt fare. Që është që... Edhe... Po mirë, sepse unë i falenderoj shumë që asë njëherë nuk i harroni këngët e mija, dhe sa herë bëjt diçka ju nuk e leni pa më thirë. Pa tjetër kësaj rade, nga kësila një potpuri shumë të mirë, lezeshme, pa tjetër. Dikush më tha, Trakla ke këndu pak si Arktuse, po thashon s'di ndryshe. Qa deshtë të thuj si me Shqiptelia? Ja, sigurisht që jo. Që shkënan mentore, thuj që ashtë të këmë kënu. Po, lajt, veç ashtë. Se tash parameno me kënu te me Shqiptelia ose onë. Nuk kapën diçka, nuk kapën. Tash të shkollimi, unë përdu mundale edhe pak të kjo pjesë, se, okej, të gazetaria e kuptushme, se e ki për cilë edhe ke marrë pjesë në për media, pa tjetër, bof mirë, ke marrë pjesë edhe në për media, dhe më thonë ke punu që shtregova prej vitit 99 dhe aty, nuk e ndalë asë nea. Meluz, bile kam qenë i dashur Trakla, i Radio Mitrovicës. Te Radio Mitrovicës. Bashkë të Meluz, jo veç vetë, bashkë të Meluz, bile me zërin tim është hapë. Radio Mitrovica. Okej, po shkam në vizitu në njerë sa alo? Tash është TV. A veç TV kam. Po, vitin e kalume e shënum 25 vjetorën e punës time në për media. Tash kam hy rast që dhoj 26 në vit. Njërë burrore, a? Po, qa me thonë nërë? Moti kam lindë, kështu që para teje. Po, pak para me, e vërtet. E të regam këto studimet apo shkolla e mesme, faktikisht. Shkolla e mesme, shiko, Prizren edhe Pejt, që theti, s'ka mujtë veç Prizren. Shkolla për të verber ka qenë 2 vjetë pak në Prizren, pashtaj është dëpart në shkollën në Pej. Aty kam qenë 10 vite, në Pejën e juj. Në konvikt realisht. 10 vjetë që ku në Pej? Po, në konvikt, 10 vite.